jam kurioze të di misit mes aktorëve, të ndërtuara që në Akademi të Arteve, që sot i thonë është Universiteti i Arteve, por në atë kohë njihen me këtë emër. Vazhdojni keni sot, puna ju ka bërë që të vazhdoni të jeni bashkë gjithashtu në të njëjtën skenë, ndoshta në filma, është një njëjti grupi, një njëjti rreth shoqëror, edhe kolegësh me cilët ju bashkëpunoni me njëri tjetrin. Po ka misi të forta, le themi, në këtë fushë? Unë personalisht por dhe jo vetëm unë. Përveç disa miqve dhe shokve dhe shoqeve që pas shkolle dikush u largua që nuk janë në rrugtimin, të gjithë ata që vazhdojnë të jenë sot dhe i kanë pak në brezin tim, por edhe më poshtë dhe më të rinj, madje duke filluar që edhe nga pedagogët që gati që në vitet e para të shkollës trajtimi ishte më tepër miqësor se sa një ndarje midis pedagogut dhe studentit, me të vazhdojnë të jemi miqë, unë të pak në vazhdojnë të jemi miqë dhe kam miqë dhe mikesha që nga shkolla dhe sot e këtë. Darë mes jush konkurencë, do shta të heshtur, të pa thënë, por që ndjehet që është aty. A ka mes jush? Ajo është akoma, ajo ka qenë që në ditën e konkurimit për të hyrë në shkollë. Pa tjetër që kompeticioni, do me thënë, gara, ambicia, është, por ajo ndam pastaj dhe si është një format dhe si është një tjetër. Ajo profilizon dhe përkufizon edhe pastaj çdo individ, aktor apo aktore në mënyrën se si e ndjek këtë garim apo këtë marrëdhënie. E qartë. Ajo ekziston gjithmonë dhe është aty sepse nuk ka si tjetë ndryshe. Jemi duke parë një fragment këtu, cila shfaqje është kjo? Imagjino, është takimi pas ditës. Kjo është Edipi Mbret. Kjo është Edipi Mbret. Janë sekuenca që i kemi xhiruar në ato vite dhe janë pjesë arkivës së programit tonë dhe ja ku jeti aty duke interpretuar. Mirë, me që ishim tek kolegët dhe tek miqt, kemi një mesazh nga një mik yti, i cili ka qenë shumë in dhe trendi këto kohë të fundit, po ka diçka për të thënë. Unë dua ta zbuloj sepse dua t'ja lë mesazhin te kur ai të shfaqet aty, të shohësh se cili është dhe çfarë ka për të thënë për ty sot. Le ta ndjekim. Lidon. Përshëndetje miku im. Ti e di që fjalët janë të pakta për të përshkruar miqësinë nga 93-shit deri sot, janë 32, po thuajse 33 vjet. Ai sa mosha e Krishtit, uroj që të arrim në atë katarsit shpirtëror, atë që detyrojmë publikut. Dhe të kemi sa më tepër shfaqje, sa më tepër emocione të ndajmë në skenë. Unë të falenderoj që ke ndarë skenën me mua dhe me familjen e madhe të teatrit, dhe që je një shok i mirë dhe je nga ata çuna që nuk i haruan parimet. Je nga ata çuna që din të haruajnë besën dhe miqësinë. Dhe është me fat ai që të kam mik. Përshëndes fort dhe të uroj vetëm të mira, dhe së shpejti në skenë bashkë. Faleminderit. Së shpejti në skenë bashkë. Ka diçka tre? Duke përgatitur apo thjesht një dëshirë? Që është shumë e thjeshtë të realizohet duket mua. Jo konkretisht, por absolutisht besoj që shumë shpejt do jetë mundësia. Laerti është... Jeni miq të mirë me Laertin, se ti bën surpriza, Laerti të bën të surpriza. Me sa të duket pas kemi nevojë. Edhe kjo duhet jeti qik më i gjerë. Laerti është një potencial shumë i rëndësishëm dhe shumë i gjerë dhe i madh i skenës teatrit, dhe jo vetëm skenës teatrit. Ai vërtet ka patur një karrierë të gjatë në Greqi dhe jo vetëm, përveç me që ka punuar me njerëz mjaft të njohur dhe regjisor dhe me çmime ndërkombëtare, por edhe pas kthimit të tij në Shqipëri dhe në skenën e teatrit kombëtar dhe jo vetëm, ka realizuar mjaft mirë në mënyrë të shkëlqyer. Laerti sigurisht ka bërë dhe regjit mjaft të mira dhe është një aset shumë i rëndësishëm dhe jo vetëm. Unë e falenderoj shumë edhe për disponibilitetin për të bërë një mesazh. Është një mik i jashtëzakonshëm dhe një njeri me një formim
jo vetëm kështu artistik, shpirtëror, por edhe kulturor mjaft të madh dhe të gjerë. Bukur. Mirë, për të qëndruar pak, përmende që ai ka bërë regjizorin, po dhe ti ke bërë regjizorin, ë? Kemi pasur një shfaqje ku ti ke provuar veten si regjizor në 2 shfaqje, kam përshtypjen 5 djelmoshat, gati 8 vite më parë dhe ai më i fundit ka qenë Zëra pas skene, në cilën kemi qenë gjithashtu edhe në studio. Si e ke ndier veten si regjizor? Regjizor i teatrit. Mbas aktrimi prej vitesh është bërë një jetë e imja, është bërë një do thosha jo natyrë dytë, po gjysma e natyrës që kam. Ndërsa piktura dhe regjia janë kështu, janë thash, nuk është fjala pasion, po nuk du të gjej një sinonim, domethënë du të shpik një sinonim për sa i përket dëshirës që kam për pikturën dhe regjin. Sikur tani që po thua ti, piktura dhe regjia kanë diçka të përbashkët. Mund ta kenë, po jo, dakor. Nga lartë dhe jeti ai që do vendosësh dhe do e ndërtosh kuadrin pak nga pak. Pra të gjithën e ndërton detaj pas detaj, bën një të tërë të madhe, apo jo? Piktori bën të njëjtën gjë me pikturën e tij. Regjizori gjithashtu me veprën që bën në skenë, apo jo? Mbase prej vitesh, si thua edhe formimi bën që të kërkosh më shumë, të japësh më shumë nga vetja, të marrësh më shumë përgjegjësi. Unë e shoh edhe regjizurën, e shoh dhe një lloj përgjegjësie. Domethënë të marrësh një përgjegjësi, të formosh, të klonosh, të krijosh, të organizosh mjaft gjëra dhe mjaft njerëz. Mua sigurisht që kam disa projekte për sa i përket regjisë. Do të vazhdosh tërish. Po, patjetër. Dhe unë do thoja që ka një fatkeqësi në këtë profesionit tonë. Unë po flas për veten time. Një disbalans që do doja të mos ishte kështu, po ja që kështu është, që do me thënë. Kur jemi më të rinj, ose kur isha më i ri, më me tepër vrulle pa u menduar 2 herë, më me shumë energji, më me shumë adrenalin. Përsa i përket njohjes, analizës dhe përvojës, mungon, sështë ato niveli që e gjenë. Ndërsa tani, kur jemi më analitik, më të formuar, më të pjekur, më të qetë, më përvoj, më vertikal, mungon pak, ose mos themi, madje edhe shumë, kjo energjia, vrulli dhe adrenalina. Pra, për këtë mua më vjen keq përsa i përket disbalancës. Do doja për shembull të ishim... Punët e Zotit tonë, të ishim më të formuar, më të mençur, të rinj, edhe tani që jemi më të vjetër të ishim më energjik, por pra isa do kemi mundësi dobe. Pra... Po gjithsesi mbetet sërish një dëshirë dhe planet të tuat për të vazhduar edhe profilin tënd, për të ndërtuar edhe më shumë profilin tënd si regjizor i teatrit, apo jo? Mirë, ndërkohë, Elidor, ne do ta ndërpresim pak bisedën këtu, sepse do duhet të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare dhe menjëherë më pas do të kthehemi për të folur për Elidorin dhe filmat tashmë, aty ku të kemi parë edhe në ekranin e madh dhe sidomos me filmat e regjizorit të mirënjohur Gjergj Zhuvani, i cili tashmë mungon që ka lënë filma të jashtëzakonshme, filma vërtet shumë të bukur. Në disa prej tyre, Helidon Fino ne kemi parë në role shumë interesante, të cilat do t'i rikujtojmë së bashku sapo të kthehemi pas publicitetit dhe sigurisht për të folur edhe për Gjergj Zhuvanin.